gjatë, por që atëherë për që përvoja do duhet të na bëjë që një pyetje tjetër që lidhet me këtë. Si e pat ju sjelljen e opozitës seancën e parë parlamentit, se ju thoni pranoni do të jetë një proces, do të jetë një proces debatesh, përplasjesh politike, pra ato vazhdojnë me revolucionin. Nuk pres asgjë nga ajo opozitë. Përkundrazi, dhe këtu në ka një dëm të madh që është duke bërë vendit, e bën pikërisht kjo opozitë ose më saktë, kjo Partia Demokratike. Atëherë, a je dakord që e thonë dhëna listir perëndimor që opozita e Berishës, pra këtë konsiderojmë opozitë, është irrelevante dhe nuk duhet marrë më me këtë. Unë të paktën, se po i kthem pyetjes parë, se përse që më bëre, se përse dolet për të krijuar të djathtën. Jo për ndonjë aftësi time të jashtëzakonshme, se nuk e kam, po për faktin që kam qenë brenda atyre zhvillimeve të Partisë Demokratike, dhe kam parë prej kohësh që Partia Demokratike këtu do të përfundonte. Pra do të përfundonte në një grusht gjithmonë më të rrudhur njerëzish. Do rrudhet dhe më keq, Kjo është pak po e sigurt që do rrudhet gjithmonë më keq, e cila nuk kam asnjë lloj aspirate për qeverisjen, jo. Po as të mbledh, po themi, numrin e shqiptarëve ose pakënaqësinë e shqiptarëve që është sot në Shqipëri. Ndaj, çfarë bën? Është duke vrarë gjithmonë më tepër këtë shpresën. Këtë shpresën ose këtë nevojën më saktë. Sepse duke qenë gjithmonë ata, dhe duke quajtur qoftë edhe nga media, opozita, në farë mënyrë krijon një lloj pengese. Është bërë pengesë. Sot, Partia Demokratike, Sali Berisha është bërë pengesë që pjesa antiqeveritare e Shqipërisë të gjejë apo të krijojë një alternativë tjetër. Sigurisht dikush mund të thotë ai ka drejtën e vet, të jetë në politikë e me radhë. Po, sigurisht edhe këtë mund ta ketë si të drejtë, por ajo se çfarë unë them është që një orë e parë duhet kuptuar që sot vendi ka nevojë unuritse për të krijuar qoftë në mënyrë të vogël një opozitë të re. Ndryshe, sot vendi është pa opozitë. Ka një pushtet, mbi pushtet, me hapësirë të pamat, dhe është pa opozitë. Opozitë morale dhe as opozitë politike. Ja. Kështu që kjo është situata ku jemi. E një e fundit, këto ditë më ka ardhur, unë i vogël kam qenë në fakt para në vitet 89, 87, 88, 89, dhe në kohën që, kur ishte para se të lançohej qeveria, mu krija ideja që sot ka aq pak kërshëri për ngjarje të mëdha politike, siç është për shembull ajo që duhet ndodh hapja e legjislaturës, qeveria e re, ka më pak kërshëri se sa që kishte kërshëri në kohën e Ramiz Alis, në kohën e plenumeve të partisë të Ramiz Alis. Po e vërtetë. Se në atë kohë, sigurisht e vendi izoluar, kishte një atmosferë që sot, jo po nesër, jo po vendet e lindjes po ndodhin, kishte një lloj kërshërie kështu të mekur, po kishte. Po, pat një lloj lëvizje për shkak të kohës dhe kurse sot është duk interesi fare. Sot është duk fare interesi. Dhe kjo është e rënd, ajo se çfarë po ndodh me dhe këtu mendoj unë, domethënë duhet shoqëria jon megjithëse gjithë ditën qanë complain, edhe m'fal ankohet, unë mendoj që kjo shoqëri duhet shohë dhe veten që pse është kaq apatike, pse është kaq e papërgjegjshme. Ajo që thotë pse është kaq e pandjeshme për publikën, më rrugë të ri. Për publikën, për atë ku do kaloj vetë, domethënë çfarë ndodh me këtë shoqëri? Unë nuk jam, do të them diçka se gjithmonë edhe më ka kur je në politikë ndonjëherë edhe frenohesh, edhe kompleksohesh. Ka ndodhur edhe mua. Dhe po e them këtu për herë të parë se kjo është normale se emrin e gjithmash sa qëndrime nuk je. Kur je në politikë sigurisht duket si e ndaluar të thuash që publiku gabon. Po. Në fakt, unë duhet të them që jo se gabon, po duhet pranojmë që shoqëria shqiptare, jo gjitha për fajin e saj, nuk e ka arritur nivelin e kultivimit apo të emancipimit të bëjë një përzgjedhje të vetën, të qartë, për të sfiduar politikën. Ta them hapur, nuk arrit ta kuptoj si ka mundësi që mandatin e 4 një qeveri të mund të marrë një rezultat më të madh se sa më të mandati i 3. Imagjinojmë sa gjendje jemi.
dhe nuk arrit ta kuptoj me të drejtën se si ka mundësi, se kuptoj. Thash, mund të ishte edhe paftësia ime, ndoshta me shumë gjas mund të jetë paftësia ime, por si mundet që një humbës serial, si është Sali Berisha, Të rri prap. të rri dhe të marrja të mas votash, se Atë- ka mbylltu në 11 maj, 2 njerëz ishin fituar. Rama, për shkak të atë çfarë kërkonte, mori pushtetin, dhe Berisha, i cili nuk e kërkon qeverisjen, Por por kërkon kërkon mbaj të jetë pozicionin ekskluzivitetin në opozitë. në pozitë, sepse pushtetë është dhe opozita. Sigurisht, është pushtet goxha i fortë. Ha. Dhe këtu them që, okej, një pjesë, s'po them të fajt, por një pjesë të përgjegjësisë e ka edhe shoqëria shqiptare, sepse ke fundit zgjidhja nuk do të jetë gjithmonë që hiqen nga ky vend më. Se duket tamam si ajo simptoma, se deri në 90, pas 90 dhe e kuptoja. Pa, Ikja E pa sistemi. më të hapën nga eksperienca ime, po ta filloj që jetën nga e para kur nuk do hiksha më. Po pra, por tani të gjesh zgjidhje për të hikur, po jo më qëndrohet në këtë vend. Po duhet luftosh, po dhe duhet luftosh. Edhe duhet luftosh. Po duhet të Qoftë se ke një lloj vuajë, ndjeshmërie, një lloj përgjegjësie. Zgjidhja kjo është, zgjidhja nuk do të vinë nga qielli, zgjidhjet nuk do të vinë as nga përtej oqeanit, Ja. nuk do të na sjell as drejtësia, Ja. se u krijua edhe kjo ide, jo. Do të vi vetëm nga E kene shoqëria ose nga Bëre shumë mirë emancipimin. që sot.